Ky është veprimi i parë që duhet të bëjmë sapo hypim në një automjet, pavarësisht nëse jemi shofer apo pasagjer. Edhe pas shumë fushatash ndërgjegjësimi apo ndëshkimi për drejtuesit e mjetit, sërish pakush e përdor ripin e sigurimit. Për të kuptuar nga nis ky fenomen, kemi vendosur të shkojmë në një autoshkollë, aty ku dhe merren bazat e para për një drejtues të ri makine. Në 36 orë kurse teorie, 3 orë janë kushtuar vetëm ripit të sigurimit, në përpjekje për të ndërgjegjësuar drejtuesit e rinj. Një prej tyre është Ridiasi, i cili tregon se nuk ka anashkalon asnjëherë këtë detaj. Rrypi diskutohet është elementi kryesor për sigurinë time dhe të familjes diskutohet. Për veftet tonë rreth parë, pastaj për masat. Bedri Zerja, prej disa vitesh instruktor, shprehet se kujdeset të bind studentët e tij për efektet pozitive që ka mbajtja e rripit të sigurimit. Vetëm kështu, sipas tij, mund të reduktojmë numrin e madh të viktimave nga aksidentet. Momenti më i parë që hap derën që të futet nga bin, me njerë du të vetnos rrypin. Gjatë gjithë këtine orëve, një kursant du t'i bët pa tjetër ves, po e thamë kështu ves, që në momentin më të parë të vetnos rrypin. Dhe ki po që se aplikon gjatë kursit, gjatë 36 ditëve, mendimi im është ki ndërgjegjësohet për ta vendosur rrypin. Si për ironi të gjithçkaje thamë sipër, gjatë një vëzhgimi që ne bëm në pak minuta në qendër të kryeqytetit, në mesin e shumë drejtuesve të cilët udhëtonin pa rripin e sigurimit, ishte dhe kjo shofer e re. Në rast të aksidenti pak rëndësi ka kush e gafajan, e rëndësishme është që ju të shpëtoni. Jepini vlerë jetës tuaj, kur të hypni në makinë, para se të ndisni kasedofonin, lidhni rripin e sigurimit.